Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nuk po e ul presionin mbi Groenlandën dhe qeverinë e saj. Disa orë pas vizitës së zëvendës presidentit të tij J.D. Vance, Trump tha në një intervistë për NBC News se nuk përjashton përdorimin e forcës ushtarake për të marrë ishullin, ku ai tha se do ta marrim 100%. Mendoj se ka një mundësi që të arrijm këtë pa përdorur forcën ushtarake. Kjo është paqja në botë, kjo është siguria ndërkombëtare, por sa i përket mënyrave, nuk përjashtoj asgjë. Groenlanda është territori i Danimarkës, aleate e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara. Prej muajsh Trump ka shpallur synimin e tij për ta aneksuar territorin, duke argumentuar se është i nevojshëm për arsye të sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare. Qëndrimi i përsëritur mbi kontrollin e Groenlandës, të cilin presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka cilësuar si një çështje serioze, ka rritur tensionet me qeverinë daneze. Kryeministria Mette Frederiksen do të vizitojë ishullin nga e mërkura deri të premten për të forcuar unitetin me territorin arktik, në një moment kur Groenlanda sapo ka formuar një qeveri të re koalicioni. Vizita u njoftua një ditë pas fjalimit kritik të Vance drejtuar Danimarkës për pavendosmërinë e saj në administrimin e territorit autonom danez. Të shtunën, ministri i jashtëm danez Lars Løkke Rasmussen kritikoi administratën Trump për tonin me të cilin ka folur për Danimarkën dhe Groenlandën, duke deklaruar se vendi i tij tashmë po investon më shumë në sigurinë e Arktikut dhe mbetet i hapur për bashkëpunim më të madh në Shtetet e Bashkuara. Janë bërë shumë akuza dhe shumë deklarata, dhe sigurisht ne jemi të hapur ndaj kritikave, tha Rasmussen në anglisht, por më lejoni të jem plotësisht i sinqert. Nuk e vlerësojmë tonin me të cilin janë shprehur. Kjo nuk është mënyra se si flitet me aleatët e ngushtë, dhe unë vazhdoj ta konsideroj Danimarkën dhe Shtetet e Bashkuara si aleat të ngushtë.